Këngëtarja e njohur Jonida Maliqi ka hapur zemrën dhe ka folur gjatë për një nga lidhjet e saj më të komentuara në publik, atë me aktorin Romeo Veshaj. Në një intervistë sinqerte ka ndarë detajet të pathëna që nga njohja e tyre e parë, diferenca në moshë, arsyet e ndarjes dhe deri te mirënjohja e thellë që ruan për të sot. Ajo zbuloi se njohja e tyre nisi pas disa përballjeve si figura publike në eventet e lokale. Jemi njohur rastësisht. Një herë ishim si figura televizive, jemi përshëndetur një dy herë, tregoi ajo. Shkëndija e parë erdhi nga një mesazh që Romeo i dërgoi në Instagram. Nuk e di se çfarë më bëri një batutë në Instagram, tha, pse ti ishe ajo e djeshmja, diçka e tillë. Çfarë kompozite? Po sigurisht që nga ajo situatë ti e femër dhe do kthesh një përgjigje. Një detaj mjaft interesant i fillimit të lidhjes ishte fakti që Romeo i kishte fshehur moshën e vërtet, duke bërë atë të besonte se diferenca e tyre nuk ishte aq e madhe. Ktu u shënjestruam shumë. Të them të drejtën, më ka gënjur në fillim për moshën. E mora vesh gati pas një muaji. Tha, unë jam një 35, po nuk dukem. Kishim 12 vite diferencë. Ajo pranoi se kishte diçka e re për të. Nuk isha menduar kurrë dhe s'kisha patur kurrë një qasje për dje më të ri në jetën time. Pati një revolucion shumë të madh. Njerëzit kishin kuriozitet, por në të njëjtën kohë gjykonin. Pavarësisht ndjenjave, lidhja përfundoi pasi Jonida ndjente se po e ngarkonte të rion me një përgjegjësi më të madhe se ç'duhej në atë fazë të jetës së tij. Nuk doja të mbajë një barr. Ai kishte nevojë për eksperiencat e tij personale, jo vetëm fizike, por edhe mendore. Mendoja që po i bëja shumë presion. Shpjegoi ajo. Ajo theksoi se ishin të dy në faza të ndryshme. Qeniet në qendër të vëmendjes të rritur artistikisht, një djalë që është në fillimet, por po evolon. Nuk gjeja forcë, kisha fokus Danin, djalin tim. Për më tepër, ajo theksoi frikën e saj nga konfliktet e mundshme. Nuk doja të tregoja se cila ishte rruga më e mirë. Mendoja që do kishte një moment që do rrëshqiste këmba dhe nuk doja prapë ta kisha drama në jetën time. Pavarësisht ndarjes, Jonida flet me shumë superlativa për Romeon. Ka qenë një periudhë shumë e bukur jetës time. E kujtoj me dashamirësi sepse kemi ruajtur raporte dhe kjo është e rëndësishme. U shpreh ajo duke theksuar se uroj njëri tjetrin për çdo gëzim dhe ditëlindje familjare. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.